Në fillim me rikthimin e Jozit në BBV4, ngjasoj se banori po i mbante qëndrim Loredanës. Por tani mesa duket situata mes tyre ka ndryshuar. Dyshje në fjalë duket se përplasjet mes tyre i kanë lënë pas krahave dhe gjatë ditëve të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP, po shijojnë kohën në krahët e njëri tjetrit. Që në orët e para të mëngjesit kur ata hapën sytë, në një moment, banorja i shprehu Jozit ndjenjat e saj, ndërsa pohoi se ndihet me fat që e ka njohur. Diçka që e ka bërë shpesh herë, por kësaj radhe befasoi duke qenë se marrëdhënia e tyre ka qenë në krisje. Pjesë nga biseda. Loredana, pjesa më e bukur e jotja del pikërisht kur je me mua. Jozi, po, e ke gjetur. Loredana, e di me që është fundi i marsit desha të thosha Jozef Marku që jam shumë mirënjohëse që të kam gjetur këtu brenda, që jemi pikërisht në këtë krevat. Nuk e di nga dole, nuk e di çfarë kam bërë të mirë në këtë jetë që më dole këtu brenda. Çdo ditë të shikoj dhe them sa i bukur që është.